So ma nxet, qaq ma nervoz. Nervoz bi, nervoz shu, nervoz jam. A ke vrit që gjatë verës njerëzit duken ma nervoz, ma impulsiv edhe ndonjëherë më agresiv. Nuk është veç për shtypje, po shkenca na kallëzon që është e vërtet. Dy studime të mëdha nga Yale dhe Harvard dhe një analizë tjetër globale kanë treguar se sa herë që temperatura rritet për 1 gradë Celsius, rastet e dhunës rriten mesatarisht me 1.6% në të gjithë botën. Dhe kur temperaturat rriten për 10 gradë, rritet rreziku për krime të dhunshme si sulme apo vrasje me 9%. Po pse ndodh kjo? Një teori që quhet hipoteza e nxehtësisë dhe agresionit, kur trupi ekspozohet ndaj të nxehtit, ndodh një irritim fiziologjik që e bën njeriu më të paduruar dhe më pak të aftë për me kontrollu sjelljen. Në kushte të nxehta, njerëzit kanë më shumë kontakt social jashtë, lodhen më shpejt, djersiten më shumë dhe truri reagon me impulsivitet. Në fakt, një studim i vitit 2025 zgjeti që temperaturat e larta nuk lidhen veç me dhunë mes individëve, po edhe me konflikte shoqërore dhe trazira. Pra, valja e nxehtit s'është veç problem për shëndetin fizik, po edhe për shëndetin social dhe emocional të komuniteteve tona. E zgjidhja është që qytetet me pas ma shumë hije, ma shumë hapësira të gjelbra dhe programe që i ndihmojnë njerëz me menaxhu stresin gjatë ditëve të nxehta. Tash, dimri po vjen, e ti apo bosh ma shumë, ama pak nervoz, kallëzon komente, dhe për ma shumë video si kjo, subscribe për bani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.